Fondacioni Ana Zëri Shpresës vijon misionin e tij për të qenë afër fëmijëve me aftësi ndryshe. Janë këto fragmente nga ditëlindja e Pamelës, njëra prej vajzave që trajtohet në këtë fondacion, e cila më shumë se asnjëherë është ndjerë si të gjithë bashkëmoshatarët me gjithë dashurinë për kujdesjen dhe vëmendjen që meriton. Djela Ana Preka, presidente e këtij fondacioni, tha se këta fëmijë nuk janë ndryshe, madje ato trajtohen me përparësi, ndërsa puna për përmirësimin e gjendjes së tyre shëndetësore është e vazhdueshme dhe bëhet nga një staf i specializuar, ndaj ka përmirësime të dukshme. Ato fëmijë që janë në qendrën teme, jo vetëm janë barabartë, por kanë edhe diçka më shumë, sepse fëmijët tjerë ndoshta si kanë mundësinat që kanë këto fëmijë nga Ana Foundation, por unë ja kam kriju një herë në javë, këto shkojnë në ekskursion jashtë Shkodrës, i kam marrë një minibus, shkojnë i marrë në shtëpia dhe këtu kena psikologun, fizioterapistin, edukatorët që i shërbejnë, punonjësit sociale dhe çdo gjë është perfekt. Për momentin janë pak, nuk janë 12 fëmijë, por besojmë që mendimin e shtetit do ta zgjanojmë edhe më shumë. Unë shoh një ndryshim të papam. Më thoshin edhe mësues, por nuk e besosha që kanë këtë ndryshim të papam. Ndërsa drejtori i shkollës speciale 3 dhjetori, Vjolca Jahja, falenderoi përzemërsisht zonjën Ana Preka për kontributin dhe këtë dhuratë, të cilën ajo e quajti dhuratë zemre. Shpreha gatishmërinë e menjëhershme që të bashkëpunojmë me zonën Ana. Për këto fëmijë është një dhuratë zemrës. Po nuk doli nga vetmia e zemrës, pra nga fruti i zemrës nuk ka si të mendohen për këto fëmijë. Ashtu si edhe Ana, edhe ne shkolla 3 dhjetori, vim në këtë ditëlindje t'i dhurojmë kësaj vajze, kësaj bukuroshe, të jetë e barabartë si gjithë tjera. Është një kënaqësi e veçantë nga zoja Ana dhe e përgëzoj për këtë nisëm jashtë të madhe, duke e pasur pra me një zemër të madhe për këto fëmijë. Kështu, këta fëmijë me aftësi ndryshe kanë kaluar disa orë festive me njëri tjetrin, ndërsa nuk kanë munguar dhe dhuratat e shumta nga të pranishmit, ndërsa Fondacioni Ana Zëri Shpresës premton vëmendje të vazhdueshme ndaj këtyre fëmijëve.